Ja përse duhet të mblidhni ithrën, trajton këto 6 probleme, duke filluar nga artriti dhe reumatizma. Në vendin ton hithrat janë shumë të përdorura, si në gatime, ashtu dhe në trajtime natyrale për shumë komplikacione. Kjo bimë është të përdorur ndërshekuj edhe për të lehtësuar problemet alergjive, veçanërisht ato të shkaktuara nga poleni dhe pluri. Ithra, falë vlerave të saj të larta diuretike që përmban, para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Mund të përdoret për trajtimin e problemeve të veshkave, gjithashtu edhe të atyre të infeksioneve urinare, duke cilësuar atë si një prej bimëve më të rëndësishme që mund të përfitojë ndjeshëm organizmi juaj. Lëngu i tyre është perfekt për të larguar kështu lëngjet e tepërta në organizëm që prodhon, duke lehtësuar simptomat e zemrës dhe të qarkullimit të gjakut. Por së fundmi, një studim i kryer nga Universiteti i Plymouthit doli në përfundimin se ithra mund të përdoret si një lehtësuese shumë e mirë kundër problemeve të artritit. Gjithashtu ajo mund të përdoret gjithashtu edhe për lehtësimin e komplikacioneve të nyjeve. Personat të përfshirë në studim bunë re se, pas aplikimit të pastës me hithra të shtypura, dhimbjet e kockave u qetësuan ndjeshëm. Gjithashtu ata vunë re se dhe dhimbjet ishin të paktën më të lehtësuara pas trajtimit një javor. Por përse funksionon hithra kundër shqetësimeve që shkakton artriti? Sipas të dhënave të mbledhura nga studiuesit, dhimbjet e personave që vuanin nga artriti qetësoheshin në sajtë përmbajtjes së lartë të serotoninës dhe histaminës. Këto dy substanca janë neurotransmetorë të cilët dërgojnë në tru sinjalet e dhimbjes. Nga ana tjetër, kur ithra konsumohen në formën e lëngut të shtypur ose çajit, u vure se arrinte të paksonte aksidin urik. Ky acid prodhohet kur organizmi tret proteinën ose akumulohet në nyje dhe në kocka, duke shkaktuar kështu inflamacione dhe dhimbje më të mëdha. Por si ta përdorni hithrën për të lehtësuar dhimbjet që shkakton artriti? Metoda e parë e trajtimit është ta aplikoni direkt në zonën ku keni dhimbje më të forta. Një pastë me gjethet e hithrës të shtypur, pra mjafton të shtypni në mikser gjethet e njoma të hithrave me pak vaj ulliri dhe të lyeni zonën ku keni dhimbje. E mbani për 5 deri në 10 minuta dhe më pas e pastroni me një letër dhe më pas e shplani mirë. Nëse nuk e duroni dot djegjen karakteristike të ithrave ose shikoni që lëkura juaj reagon keq ndaj trajtimit, mund të provoni metoda të tjera. Mjafton që të pini një lugë gjedhe me lëng ithre të njoma 3 herë në ditë për 15 ditë dhe do të shikoni ndryshimet. Gjithashtu edhe çaji i përgatitur në ithra, si të njoma ashtu dhe të thata, ka efekte qetësuese në dhimbjet e shkaktuara nga artriti. Mund ta konsumoni këtë çaj në një filxhan ose të paktën sipas nevojës. Por edhe nëse ju nuk vuani nga artriti, është mirë që ta përfshini ithrën në regjimin tuaj ushqimor në gatime. Ajo përmban flavonoide dhe mund të lehtësojë gjithashtu komplikacionet e shëndetit tuaj. Sipas ekspertëve të Healthline, shtimi i ithrës në përditshmërinë e recetës suaj mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë me ndikim të gjerë për organizmin. Shumë njerëz nuk janë të vetëdijshëm se sa e rëndësishme është hithra. Ithra prej kohësh përdoret si një ilaç i mirë natyral. Falë sasive të mëdha të mineraleve që përmban çaji i ithrës ndihmon në largimin e bakterieve të këqija, të cilat i kanosen organizmit tonë. Kalciumi dhe mineralet e rëndësishme që gjenden te hithra ndihmojnë në shëndetin e kockave dhe të dhëmbëve, elementi ky më i nevojshëm për të vegjëlit. Gjithashtu, kocka dhe nyjet të cilat janë ende në zhvillim mund të përfitojnë nga lëngu i hithrave. Çaji është efikas për dhimbjet e forta të pakëndshme të kokës dhe migrenës, pasi mund të qetësojë edhe muskujt. Për të njëjtën arsye mund të përdoret edhe për ngërçet e forta muskulare dhe çrregullimet e aparatit tretës. Çaji i hithrës pastron enët e gjakut në organizëm dhe përmirëson gjithashtu qarkullimin e tij. Nëse jeni të sëmurë me anemi ose çrregullime të sistemit të qarkullimit të gjakut, konsumi i hithrës mund të jetë një ndihmë për ju. Por gjithmonë ju bëjmë dije se, nëse merrni medikamente të caktuara, përpara përdorimit duhet të konsultoheni me mjekun tuaj për të evituar ndërveprimet ose efektet negative që ato mund të kenë me njëra tjetrën. Hithra është një bimë e egër, barishtore që në kërcellin dhe gjethet e saj të dhëmëzuara
ka një pushtim djegës që përdoret si bimë mjekësore ose në formën e çajit. Të gjithë shqiptarët e njohin atë për gatime të veçanta. Edhe më herët hithrat janë përdorur për të lehtësuar disa probleme shëndetësore. Megjithatë, deri më tani ekspertët e cilësojnë atë si një prej ushqimeve më të rëndësishme për organizmin. Pas studimeve është konkluduar se hithrat përmbajnë përbërës që ulin inflamacionin. Hithra mund të gatuhet si në sallata me vaj ulliri dhe limon, në byrek, në supë, salca të shijshme që shoqërohet me mish ose me peshk. Mos anashkaloni pa bërë ndonjë ushqim, çaj ose pije ose edhe maska të freskëta me hithra. Hithra është e pasur me hekur, kalium, magnez, vitaminën A, B, E, D dhe K. Ky kombinim sigurisht që do ju jap fuqi dhe ndihmoj gjithashtu në luftën kundër lodhjes pranverore, citon Eating Well. Konsumojeni gjithashtu në rast se keni edhe mungesë të vitaminave, probleme menstruale dhe me stomakun. Çaji i hithrës pa problem mund të zëvendësojë kafe në mëngjesit. Kjo pije konsumohet edhe për detoks të organizmit si dhe për dobësim. Nëse vendosni më shumë hithër në menunët tuaj të përditshme, atëherë do të përfitoni një pamje më të freskët. Hithra është efikase për anemin, qarkullimin e dobët të gjakut, diarren, astmën, probleme të ndryshme të lëkurës. Nëse përdoret me kujdes në përditshmërinë e recetave tuaja, hithra mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për shëndetin. Do të mbajë larg komplikacionet e tij dhe gjithashtu do të nxjisë të keni një organizëm më të fortë dhe më të plotë. Ekspertët citojnë gjithashtu se shtimi i hithrës në vaktet tuaja ditore është një arsye më shumë për të marrë vlerat e saj dhe për të evituar edhe problemet që i kanosen shëndetit. Urtia dioika, ose e njohur ndryshe zakonisht si hithra, është një bimë e ngrënshme, shumë vjeçare me gjethe gjymbaçore që rriten në shumë zona të botës, duke përfshirë edhe vendin tonë. Mund të konsumohet në gatime, në përdorime të gjëra të suplementeve ose edhe në mënyra natyrale për shëndetin tuaj. Ajo mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë në luftën kundër problemeve të diabetit dhe gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Hithra mund të përdoret edhe për të bërë edhe rroba. Përfitimi i parë që ndoshta duket i pamundur është se hithra mund të thirret dhe të përdoret në përdorimin e rrobave. Në fakt, përdorimi i saj si tekstil shkon në shekuj. Gjatë përdorimeve të saj, ajo është e cilësuar nga ekspertët gjerman si një lëndë e parë, duke përfshirë pambukun, hithrën e endur dhe mund të përdoret edhe për bërjen e veshjeve. Hithra mund të lehtësojë gjithashtu dhimbjet e kyçeve. Me shumë gjasa, hithra mund të lehtësojë dhimbjet e kyçeve të njerëzit që kanë vuajtur prej tyre ndër shekuj. Në vitet 2000, studiuesit kryen një studim për të parë se do të ketë një merit në teorinë se hithra ka veti lehtësuese kundër dhimbjeve. Hithra mund të ofrojë më shumë lëndë ushqyese për organizmin. Hithra gjithashtu ka vlera të mëdha ushqyese, si fillim ato përmbajnë nivele të larta të hekurit, madje mjaftueshëm për të rivalizuar gjethet e konsumuara më shpesh si lakra jeshile ose spinaqi. Ato përmbajnë gjithashtu edhe sasi të konsiderueshme të zinkut dhe magnezit, që ofrojnë proteinë më shumë përfitime. Hithra është një bimë premtuese dhe mund të nxjisë gjithashtu një përmirësim të gjakut. Presioni i lartë i gjakut është më i zakonshëm, por edhe një më seriozit për shëndetin. Ndaj edhe përdorimi i hithrave në menunët tuaj ditore mund të jetë gjithashtu një ndihmë shumë e mirë për shëndetin tuaj ditor. Ekspertët tregojnë se shtimi i hithrës në përdorimin tuaj mund të ofrojë gjithashtu edhe një lehtësim më të mirë për shëndetin tuaj dhe do të mbajë larg komplikacionet. Hithra është një bimë që praktikisht mund të sjellë shumë përfitime. Nga mënyra se si e përdorni, ajo mund të ndikojë pozitivisht në vlerat e shëndetit tuaj. Hithra është konsideruar si një prej produkteve më të mira dhe mund të lehtësojë inflamacionet e shëndetit. Ekspertët citojnë se sa më shumë ta përdorni hithrën në dietën tuaj ditore, aq më shumë vlera do të ketë ajo për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ndaj përfitoni nga rasti dhe përdoreni atë në të mirë të shëndetit për të marrë ndikimin e saj për vlerat që ofron organizmi. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.